lart Veleshnja ka pretenduar se fituesi i Big Brother VIP Kosova një Arkimen Lushaj, i njohur si Stresi, ende nuk i ka marrë 60.000 euro të çmimit të madh që fitoi 2 vite më parë. Por këtë deklaratë ka mohuar me vendosmëri babai i reperit Sali Lushaj. Ai e quajti deklaratën e Veleshnjës si të pavërtet dhe shpifje. Është komplet e pavërtet ajo që është deklaruar, është shpifje dhe trillim, ku di unë nga kush. E vërteta e parave është se lekët që Stresi i ka fituar në Big Brother VIP Kosova, të gjitha i kam tërhequr unë, jam marrë vetë me të gjitha veprimet, deklaroi Lushaj. Ai shtoi se menjëherë pas përfundimit të spektaklit kishte ardhur për të nënshkruar kontratën me drejtorin e televizionit dhe nuk ka pasur asnjë pengesë në përmbushjen e marrëveshjes financiare. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.